Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 25, muaj është i 5, viti 2026, vit që po e lëm pas, jemi gati në mes të vitit. Dhe kaluan ditët, asnjë ndryshim. Gjitha sferat. Maqedonia po rrezikon të hyjë në një kaos ekonomik. Sipas LSDM-s, shteti ka shumë bira në buxhetin ekonomik. Por, ne të ndalim atë që na prek më së shumti, dy janë sferat shqiptare. Padrejtësitë e tyre politike dhe moszhvillimi ekonomik. Ka ndalë sot dhe lavdrohen këta të vëmërët e përmnes se si në Shkup po e bëjnë me lidhje të shpejtë, treni brenda Shkupit e kështu me radhë. Asgjë kundër. Por një tren i cili e ka gati stazën e vet nga Shkupi deri në Kërshov nuk është duke funksionuar. Dini pse? Sepse lidh trojës shqiptare. Kur gjë, vetëm dhe një investim i vogël që sipas asaj që më thonë të mësuarit në stacionin e Kryedor në Tetov, thotë maksimumi, ja 100.000 euro. Maksimumi 100.000 euro. Si dhanë Bilat Kasamit është baba për t'i shitur. Është baba. Të ndalem pak më vonë me Bilatit, por në fillim të ndalem në atë që quhet protesta e studentëve shqiptar në Tiranë nesër më 26 maj në sheshin Skënderbej. E pastaj drejtimi drejt ambasadës së Maqedonisë në Tiranë në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut që kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre gjuhësore. Në ndërkohë, shumë studentë sot ditën më kanë paralajmëruar se do ikin brenda ditës së sotme sepse shtetit i cili quhet Republika e Maqedonisë së Veriut nuk i dihet. Nesër në vendkalimin kufitar qafë të thanës mund mos punoj sistemi, dhe ata do mbeten pa mos arritur në vendin e ngjarjes. Dhe i kam pyetur po ku do fleni? Do flem ose diku në ndonjë park ose te ndonjë shok student apo edhe në Durrës. Okej, Rrugëmbar. Pra, gjithandej përgatitje të mëdhaja apo të paktën të mobilizohet edhe opinioni shqiptar lidhur me atë që quhet mos realizimi të drejtave nacionale dhe respektim të drejtave të tyre gjithësore për shqiptarët në Maqedoni. Gjuhë është ajo që e bën një popull të dallohet. Ka reaguar sot edhe ambasadori shqiptar Denion Midani me mesazh: "Rroftë qoftë Shqipëria, kombi e gjuha jon." Ambasadori i Shqipërisë në Shkup ka ndarë një mesazh të fuqishëm patriotik përmes rrjeteve sociale duke vënë theksin te rëndësia e rrugës së gjuhës, kombësisë dhe rritjes së dijes. Pra, duke shqiptuar në infrashën, "Rroftë qoftë Shqipëria dhe kombi e gjuha jon", lëzoft dituria dhe ndihmës pashim zonë. Po ashtu, lidhur pas jemi te në infrashëri, ka reaguar edhe Edi Rama lidhur me 180 vjetorit të lindjes së Nejn Frashit, por ka thënë edhe një gjë. Në ditën e lindjes së tij vjen një lajm i mirë nga BE. Pra, Rama tha, është nesër 26-i, vulosët hapja fazës përmbyllëse të negociatave me BE-n, Shqipëria është gati. Pra, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se shteti shqiptar është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian. Nga Durrësi në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Rama shpreh se nga nesër fillon mbyllje grup kapitujve me konferencën ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në Bruksel. E di, Thirrje dhe Mickovskin, ai para juve ishte në atë që quhet plotësim të kërkesave të BE-s për antarësim. Ishi dikur bashkarisht dhe pastaj u ndat. Thirrje, gjëna. Vetëm në politikë nuk ka gjëna. Çdo gjë tjetër është e përgatitur. Dhe, nuk është bashkë për të lavdruar, por si është e mundur që sot, në Strëmic, 1 kilogram qershia të shitet 90 denar. Dhe disa shiten në Tetov, 200-300. Si është e mundur? Është. Okej. Kriza ekonomike ka detyruar shqiptarët e Maqedonisë perëndimore që vetë të kombinohen se përket festës së Kurban Bayramit, e cili është ditën e mërkurë. Pra, sot ishte ditë jo pune shtetërore në Maqedoni, nesër është ditë pune, mas nesër nuk është festë për nacionalitetet të cilët i përkasin besimit musliman. Okej, nuk është okej, por njerëzit ankohen me çmimet. 1 kilogram mish ka arritur edhe 1.100 denar. Gati 20 euro. Më shtretë se sa në Gjermani, më shtretë se sa në Zvicër, më shtretë se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej.
Shumë keq më vjen, po do ndalim pak në atë që quhet haraqi. Të kanë vlenin Shkupi. Policia pa uniforma, pa asnjë shënim, ka krisur, ata thonë, në ajër, në haraqin, e cila ka bërë bujë në opinion, ku policia ka shënë me armëzjarri, pasi të njëjtët kanë tentuar të ndalin një kamion i cili ishte ngarkuar me drum. Kështu thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme sot. Dhe kanë dalë me një skenar se si është dukur. Unë nuk do ndalem aq shumë në atë, sepse kam shfrytzuar, nuk mund të jem në atë që quhet haraqin, për shkak se tetova është lartë dhe harxhimet janë të mëdha. Jam i vetmi gazetar në Maqedoni që nuk pagua. Rasti i djeshëm në Haraqin i cili bëri bujë në opinion, ku policia ka shtënë me armë zjarri, pasi të njëjtët kanë tentuar ta ndalojnë një kamion i cili ishte ngarkuar me dru. Sot, nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë dalë me sqarim rreth ngjarjes. Sipas MPB-s, policia gjatë ditës së djeshme ka shtënë me armë në formë paralajmëruese gjatë ndjekjes së një personi të dyshuar për kontrabandë me dru. Më 24 maj 2026, rreth orës 12 në hyrje të fshatit Haraqin, në rajonin e Shkupit, zyrtarët policor i kanë dhënë shenjë për ndalim një kamioni të ngarkuar me dru, por shoferi nuk është ndalur dhe ka vazhduar lëvizjen. Më pas, shoferi e ka drejtuar kamionin drejt policëve dhe automjetit zyrtar, pas së cilës policët kanë shtënë me plumba paralajmërues në ajër. Shoferi ka shkarkuar drut në rrugë dhe është larguar me automjetin në drejtim të panjohur. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa druti janë ndërzuar policisë pyjore, po ndërmerren masa për gjetjen e shoferit dhe automjetit. Reagim për këtë ngjarje ka bërë edhe kryetari i komunës së Haraqinës, Daud Beqiri, i cili thotë se çdo aksion nga policia duhet të zhvillohet me profesionalizëm dhe kujdes maksimal ndaj sigurisë së qytetarëve. Menjëherë pas rastit të ndodhur në Haraqin, dola në vendin e ngjarjes për të parë nga afër situatën dhe për të biseduar me qytetarët. Fatmirësisht nuk pati të lënduar. Okej, sipas asaj që ka një rregull, duhet policët të paktën të jenë të shënuar. Nuk ishin të shënuar, pra i vinte sigur. Çka nuk i vinte? Larg jemi shumë çka, por okej, nuk është okej, unë vazhdoj më tepra. E keni vlenin ju? Vleni ka thënë, ju vleni është siguria e shqiptarëve në Maqedoni. Nuk ka përmendur në këto podcastet e mia para disa ditëve se çdo gjë që do të ndodhë shqiptarëve nga dita e parë kur kanë ardhur për shtet deri tash, po kemi vetëm vitin e tretë. Kalendarikisht, po kalojmë tretin, po hym katërtin, sipas viteve. Pa marrë parasysh se ishte maj apo prilli i vitit 2024. Dhe në përvitje vjen viti i tretë, ndërsa në atë që quhet edhe popullor që matje kohës vjen viti i dytë, hym në vitin e tretë. Dhe është vleni. Me këtë qarë do them të gjithë banorëve të Shkupit se do paguajnë shtrim. Por ajo e cila nuk më ka irrituar, por më ka bërë që të qeshem, është në Shkup u hap sot shtabi i lëvizjes dhe vendosi. Pra, ajo që ndodhi në Kumanov ditë më përpara nga partia e Aleksandar Vučićit në organizimin e një parakalimi apo si doni të thonë, dhe sot për të arsyetuar se vleni është ashtu pasi ndodhin gjërat krejt i din. Kur ndodhin dhe gjatë ndodhjes nuk din kur gjë. Dhe tash thonë se organizacja qeveritare që ka në platën spisok të Ministrisë së Serbisë, punëve të jashtme të Serbisë. Problemi tyre. Ju çfarë bët? Dhe në toka politike si zakonisht po punon. Ata flasin se e kanë bërë me prapavi, mos të ndëgjoj dikush, edhe ju që përcjellet mos u kallzoni të tjerë. LVV-ja hap shtap. Problemi i madh LVV-t dhe hap ka shtap. Shqiptarët në Maqedoni nuk u amundësojnë studentëve dhe shqiptarët të flasin në gjuhën dhe të shkruajnë në gjuhën e tyre, ata hapin shtap televizës dhe vendosin. Dhe ja pse shumica e personave në Maqedoni shqiptar nuk e duan WWV-n. Mirë tha dikush, Skënderbek në Kosovë, ndërsa në Maqedoni bashkëpunon me njerëzit e Milošević, që ndjekin politikë Milošević që janë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, ndalesh dhe mendosh, sa, dhe edhe një ditë kam pasur në disa shkrime më herët në telegram.com, por edhe një ditë e kam theksuar në atë që quhet podcast Mesut Shabani. Si është e mundur që
Shtetës të Maqedonisë. Gjoni çfarë bën WWW-ja. Shtetësve të Maqedonisë u japin ata që kanë pasaporta dy fyshta. Edhe nga një pension, aq sa është 100 euro në Kosovë. I lën pra bashkëvendasit e tyre kosovarët pa pensione. Pra marrin nga dy pensione. Çdo 100 euro tash që do marrin pensionistë në zonës e do marrin edhe këta që janë këtu në Maqedoni. Kjo është vërtet nuk është e barabartë ndër mesi shqiptar autokton. Pse? Pse? Nuk është e barabartë. Vërtet përzihet në atë. Dhe për atë edhe në disa kërkesat e mia kërkoja që në Maqedoni shqiptarët kanë vetëm një pasaport, ta që merren me politikë të madhe. Ne të tjerët që s'merremi. Unë ka bërë kërkesën për pasaportën e ditë edhe pse kam jetuar 20 vite të rregullta në Prishtinë, ma ka refuzuar LVV-ja. Interesant. Baba im kishte pasaport Kosove, letër njoftim Prishtine, shtëpi në Prishtinë me gjithë dokumentacion pa marrë parasysh se e kam shitur thon vite. 3 herë radhazi kanë nxjerr lejen e vozitjes në Prishtinë. 3 herë radhazi letër njoftimin, 3 herë radhazi pasaportën. Nuk më takonte. Dhe një arsyetimi nuk ka lindur dhe babai, si ja kanë dhënë është problem tjetër. Prishtinë e kanë. Prishtinë po. Nga viti 1972 deri në vitin 1990. Çfarë nuk do të dëgjosh? Çfarë nuk do të dëgjosh prej këtyre politikë bërësve aktual kosovar. Dhe edhe më keq që dëgjova diku në një portal dikush kishte shkruar se të drejtë vote kanë edhe këta shqiptarët në Maqedoni. Nuk e di tash, mos më keq kuptoni, numri sa është. Po le të jetë edhe 10.000, le të jetë edhe 12.000, le të jetë edhe 30.000, le të jetë edhe 100.000. Do të dëmtojnë në një parti politike tjetër në Kosovë me këta me votat e tyre. Se ajo 100 euro që është shpërndarë këtyre ditëve VV, ajo është blerje vote. Blerje vote. Dhe, ta dëgjojmë se çfarë u tha. Besoj se unë nuk hasa ta gjej Afrim Gashin me ndonjë z, kështu video z, por besoj se nuk do kishte dalë be gafin, thotë në Maqedoni ka 120.000 shqiptarë të cilët kanë të drejtë vote në Kosovë. Besoj se nuk ka dalë. Edhe Shkupi do të jetë pjesë aktive e zgjedhjeve parlamentare që mbahen në Kosovë më 7 qershor. Në Shkup sot u hap shtabi i lëvizjes Vetvendosje. Nënkryetari i lëvizjes Glau Konjufca tha se është i bindur se populli do të dalë dhe shpreh vullnetin e tij për të vazhduar rrugën që zgjodhi në vitin 2020. Këtu tradicionalisht popullata jonë shqiptare që e kemi në Maqedoninë e Veriut, nëse i numëroni lidhjet familjare, nëse i numëroni jetën tonë shoqërore të përbashkët, nëse i numëroni sa O Glau, pse nuk i pyete këta, pasi i numëron të gjitha këto që qëndrojnë dhe jam me ty, pse nuk i pyete këta, pse ndalen në protestën e ditë të studentëve para një jave pushtetarët e e Vlenit janë pjesë e qeverisë, dhe këta kanë ngisht në të që u bllokua sistemi i hyrjedaljes në Kosovë elektronik. Janë pjesë e qeverisë. Çdo gjë që ka bëj kundër shqiptarëve, këta janë bashkë pjesëmarrës. Gjeneratave edhe para meje kanë studiuar në Universitetin e Prishtinës, kanë banuar në Prishtinë. Dhe nuk u jepni letër njoftimi me pasaport. Kemi gjitha të lidhje të cilat na bëjnë që të ndihemi ne si një popull, një këmbë, edhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti ka përshëndetur ardhjen e Glau Konjufcës që siç tha ai, është një biçairit. Pra Kosovën e shohin në rrugë të drejt zhvillimit, drejt prosperitetit me qeverisjen e Albin Kurtit, Glau Konjufcës dhe Vetvendosjes. Prandaj me shumë kënaqësi pra e mirëpresim edhe këtë mënyrë simbolike hapjen e këtij shtabi, që do jetë një adresë për gjithë ata që më 7 qershor pra të japin kohë fitores së re. Faleminderit. Unë pres tash që nëse ekziston shtet juridik, të ngrihet në këmbë DAP-i, pra UJP, dhe të kontrolloj. Ky shtab e ka të paguar qiran? Po. Si ka lëshuar parat? Kesh apo në mënyrë nëpërmes bankës? Se kështu e bëjnë nëpër Maqedoninë Perëndimore, kundërshtarët e njëri tjetrit. Pa marrë parasysh e bën te BDI apo e bën tash Vleni. Hajtë shohim si e ka. Si ka bërë pagesën e qiras. Se nuk ka kanë dhënë dhuratë. Se nuk ka. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej, pra. Gjithandaj vetëm ngulitje dhe të ngulitjen shqiptare. Por
Ndalemi pak më vonë edhe për Bilalin, por njërë të kaloj diku tjetër. Mendoni se te bloku Maqedonas punët janë në dizen? Ka dalër sot një kryetari një shoqate Fondacionit Maqedonia, Viktor Stojanov, i cili u është i dhruar bullgarëve në Maqedoni duke thonë: "Merrni para nga Bullgaria, a tuteni të flitni në Maqedoni." Шам се чвартай. Добър ден на всички. Едно кратко видео. Понеже Северна Македония е пълно с българи, които искат да са българи в София, в Северна Македония, за да нямат проблеми, те гледат да не се показват като българи. Pra ky thot, në Bullgari, këta që janë bullgar nga Maqedonia, kur vinë në Sofje, tha tregohen bullgar. Kur janë në Maqedoni heshtin dhe pastaj e ka thonë, nëse doni për krahje nga Republika e Bullgarisë, do të jeni bullgar edhe në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm në Sofje. Nëse nuk doni të jeni bullgar të deklaruar në Republikën e Maqedonisë, atëherë çfarë pare kërkoni këtu? Pra, bëni bullgar edhe në Maqedoni edhe në Bullgari. Pra, nëse para një jave shqiptarët kanë protestuar me flamuj shqiptar në Shkup, dje në Kumanov serbët protestuan me flamuj serb në Kumanov, dhe unë do pyes, po ku jeni ju bullgarët në Maqedoni? Ku janë bullgarët e Maqedonisë edhe ata të protestojnë me flamurin bullgar? Okej. Nuk është окей, por unë vazhdoj atje. Но в същото време тези хора взимат пари от България, взимат поддръжка от България, развиват някаква културна дейност, която гледат да я свият до обсега на своите познати, капсулират се и всичко това, за да нямат проблеми с обществото в Северна Македония, да не бъдат оплювани, да не бъдат заплашвани, да не бъдат преследвани. На това нещо трябва да се сложи край. Аз като активист и всички доброволци от Фондация Македония, били те от Македония или от България, или от Сърбия, или от другаде, сме понесли всички негативи на това да бъдем изявени борци за българската култура в Северна Македония. Срещу мен има повдигнати 2 обвинения от прокуратурата в Северна Македония, които обвинения са политически и те не са, така да се каже, законни обвинения. Pra, ky hapur akuzon qeverinë e Republikës së Maqedonisë për atë se po ndjek anti-bullgarizëm. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe do mbetem ai që jam, Mesut Shabani, edhe në podcastin jeni Mesut Shabani. Do ndalem pak në dje dhe pardje ka filluar një përplasje madhe ndërmjet BDI-s dhe Vlenit, apo më saktë të themi Bilal Kasamit. Kush sa ka shit në Tetov. Dhe, kur matet në këtë kush sa ka shit alla popullorëshe, sikur i vjen, keni shitur jep edhe ne dhe shesim. Pse, kush jeni ju? Pse ju erdhët si ju vlen, erdhët në pushtet që njësoj të shitni si ata? I thoshin, ne jemi ndryshimi. E tash, unë bahami menshën. Më dëgjani. Komuna e Tetovës nuk qeveriset, shitet në ankant politik. Dhe se shitet në ankant politik, se o jep njerëzit e vetë. Nuk del thote se unë jap 70 euro për metër katror, ai tjetri thotë unë jap 72, ai tjetri thotë unë jap 80. Por ai thotë një edhe ja shitur 1 euro. Pra nga Teteksi deri te Monopoli, pra akuza milionshë, më keq, e dini çfarë është më keq? Gjiro llogaria e komunës mbetet e bllokuar në të dy kohët, edhe të Bilal Kasamit dhe të Utarifit. Ky patrioti. Unë kam një shkrim rrëfim të ndarë në 2 bloqe, si Mesut Shabani telegrami.mk. As Bilal Kasami, as BDI nuk thuajnë sa kemi pru për komunën, për qytetarët. Qëllimi i arsyetëron mjetin për këmbët e fshirë të Gjarpit u tregon Gjiro llogaria e bllokuar, e cila e bllokuar lihet me qëllim dhe është në dobi të oligarëve partijak, sepse dikush përfiton nga ajo që quhet cesio. Jo qytetarët. Gjiro llogaria mbetet e bllokuar. Akuzat vargëvi kush sa ka shitur, vjedhur që pranojnë duke akuzuar, vetëm ndryshojnë emra dhe kohë. Kohën e Teutës, njerëzit e Teutës, kohën e Bilalit dhe njerëzit e Bilalit. Pra tetovarët pyesin të dëshpëruar, ku nuk do të ketë çka të shesin, kush do të kandidohet më për kryetar komunën Tetov?
vlen komentet. Tetova nuk qeveriset më, por shitet BDI dhe vlen në luftë për mafjen urbane, nga të utarifit e Bilal Kasamit, Tetova pengi i betonit, borxheve dhe pronave të shitura, kur politika flet vetëm për tokat e shitura, kush e plashkiti Tetovën, Tetova mes borxheve dhe betonit, ndryshojnë partitë, mbetet i njëjti model. BDI akuzon Vlenin, Vleni akuzon BDI-n, ndërsa Tetova humb qytetin. Qyteti që u kthye në biznes politik, kush e shiti Tetovën? Nga te tekstit e monopolit, dosja erët e pronave publike në Tetovë, tu li farmua vetë dëgjon. Tetova nën kanë ishan në shtetore, çfarë nuk më than, akuzë ju gazetarët i keni fajt. Po pse ne kemi fajt? Pse ne mos i shesëm. Kone të utës, të utën nuk lente të afrohesh. Unë kam punuar me të utën me vitet të tëra, dhe qeverisën edhe radivisarët edhe korespondenti i radio televizionit shqiptar nga Maqedonia. Unë kam punuar edhe në kohën e Bilalit. Njerëz tjerë që s'kan lidhje me gazetarinë i kanë marrë, e di njëri që ka marrë shumë para, ka blet 2 banesa 3. Pra, akuza milionshë mes BDI-s dhe Bilal Kasamit. Mafia urbane Tetova, kush betonizoi, kush shiti dhe kush përfitoi. Tetova vetëm një gjë, mbetet e bllokuar. Jo me atë që ndërtohet, por gjillogaria është në minus, prona publike është në shit. Pra, ajo që bën edhe më tragjike debatin politik është fakti që prej vitesh qytetarët nuk dëgjojnë për projekte madhore, investime strategjike apo zhvillim real të qytetit, por për akuza se kush ka shitur më shumë prona publike dhe kush ka betonizuar më shumë Tetovën. Në vend që partitë e garojnë me rezultate konkrete, sa fabrika janë hapur, sa vende pune janë krijuar, sa investime janë sjell, apo sa është përmirësuar infrastruktura, debati publik është kthyer në një garë akuzash për parcela, tendera dhe tërësinë të pasurisë publike. Shtrohet edhe një çështje tjetër, kreditë ma ka thënë, shumë të pakënaqur janë me mifteninë në Tetovë. Shumë. Asnjë zë nuk e nxjerr lidhur me atë. Të ku janë ato prona që i shet Bilal Kasami, sepse ka historiat prona. Vakëfe. Se po të ishin të dikush dhe delte t'i merte. Rëmëja si ka kohën e komunizmit, ua ka marrë, ua ka nacionalizuar, dhe hajt, pa i pyetur. Tash, e një të gjë po bëhet për ndryshe, nuk nacionalizohet, po shitet. Mase dikush ka dikën, ose ka vdekur dikush. Pra, pse nuk reagon miftenia? Gjithë flasin për një lidhje interesante ndërmjet miftenisë dhe komunës së Tetovës. Çfarë bë ju të miftenisë me ato 1000 sa parcela që janë mbi Arabatin Babëteqe? Gjatë kampanjës së parë 2021, çfarë nuk premtonte Bilal Kasami për atë? Çfarë nuk akuzonte të utarifin? Tash, dini cili është arsyetimi? Janë në pronësi të, dhe i mbledh buzët, janë në pronësi të miftenisë, ne nuk kemi çfarë bëjmë. Si nuk kemi? Ti thoshe ke zgjidhje atëherë atyre, ato të bimet. Në një që kam qenë unë, e di se çfarë ka folur ai bashkë që e keni bërë drejtor, nuk dia përmendi jemi, se se vlen në kodër të diellit. Sa vende punë janë krijuar, sa investime janë sjellë nga jashtë, apo sa është përmirësuar infrastruktura. Debati publik është në një garë akuzash për parcelat të nderit të jesim të pasurisë publike. Hiqet 1400 sa vende garazhime për t'i bërë dikuj një pasuri. Edhe më shqetësuese mbetet fakti se problemet financiare të komunës duket se kanë vazhduar pavarësisht ndryshimeve të tjera. Që llogaritë e komunës tash edhe më kanë qenë të bllokuara si në periudhën e autoritarit, ashtu dhe gjatë mandatit të Bilal Kasami. Këtë pralla i ka. Kjo ka krijuar përshtypje tek qytetarët se ndryshojnë emrat e partitë, por jo modeli i qeverisjes. Ne menduam se ky është, më thoi za doktor profesor, çfarë paraqitesh? S'pas ka pas lidhje vetëm ditë ka shite. Gjë më e lehtë. Se ka të babës, dini atë kur ka thënë njëri, ti që shet më djali i ri, e hyjave ke ftuar jo babai. Me ty e blej, se me babain tënd nuk do kisha blej. Tetova vazhdon të mbetet e ngarkuar me borxhe, me kaos urbanistik, me mungesë parkingesh, me probleme infrastrukture dhe me një ndjenjë të përgjithshme. E dini çfarë thoshte për kaosin e parkingeve para 2024 Bilal Kasami? Policinë e kontrollon BDI-ja, Republika, ata e krijojnë, nuk na vijnë kur i thras. Hajt tash kush e ka? E një në bashkimin për integrim, edhe ata kanë dalë tash bën rolin e Virgje Reshës. Akuzoi për shitjet e Tetovës dhe betonizim gjatë qeverisë aktuale. Nga ana tjetër, vlen rikthen rastet e shitjeve të pronave publike gjatë kohës së Saudis, duke pretenduar se aty fillon dëmtimi i interesit publik. Por për qytetarët pyetja mbetet shumë më praktike. Nëse të gjithë flasin për borxhe, pronat e shitjeve të bllokim financiar, atëherë kush realisht ka ndërtuar diçka të qëndrueshme për Tetovën? Ky ka Bilali që do e bënte. Tash kam një mohabet shumë interesant. Do e kthejnë tash qendrën e Tetovës në ndërtim banesash. Kjo pjesa ku është ku mbahen protestat e ku mbahen mitingjet. Për kujt ja kanë dhënë? Ja kanë premtuar.
ato nën parkingjet, nën toksore, nuk janë interesant, që devonte si në Dubai. Këndaj karshi nga vëmëro më thonë, degan të tovë se kam gullin që të vjetë aty një kishë e vogël. Në fund që ta nuk jetojnë nga konferencat për shtirë dhe akuzat politike. Ata ka nevojë për një qytet funksional, me financa stabile, me zhvillim urban normal dhe me institucione që mbrojnë interesin publik e që përdoren atë si armë në luftën politike. Pra, Tetova është mes dy akuzave për mafia urbane, BDI dhe vlen përplasjen për shitjen e pronave. Tetova pra nga njëra anë kampi Bilal Kasami rikthen në vëmendje periudhën e qeverisë së Teutarivit, Teuta Çepezidhe më nuk është kryetar. Ka bërë, e paguajti gabimet e saj. Tash, a ka bërë diçka jashtë asaj? Është gjykata. Pse nuk e jepnin në gjykatë? Duke akuzuar se gjatë mandateve të vëdhis prona me vlerë marrëmend se janë shitur me çmime simbolike. Në opinion vazhdojnë të vënë rastet si Teteksi, Shikjellaku, Edinso, Interprometi, Alumina dhe Monopoli, ku sipas akuzave publike toka dhe hapësira strategjike të Tetovës janë të tërësuar për shuma minimale krahasuar me vlerën reale të tregut. Sipas këtyre pretendentëve dëmi i përgjithshëm të qytetit llogaritet mbi 130 milionë. Okej, sa llogaritet e juaja? Me ato që llogaritet e juaja nëse këtyre 130, ja ta zëm përgjithshme ju 60. Ka mund paguhet borxhi i komunës dhe të hapet xhirollogaria. Mirë, po te xhirollogaria ka një dreq aty, sepse dikush duhet të fitojë nëpërmes cesjes. Kur është nëpërmes cesjes, pra, unë ja paguaj një firmës, jo komunës, firma pastaj. Por tashme dhe vetë BDI ka kaluar në kundër ofensivë duke akuzuar pushtetin aktual komunal për vazhdimin e njëjtit model të urbanizmit kontroversë. Ka të drejtë BDI këtu. Ka është kemi bënë e pagujtëm. Forumi Rinori Bashkimit ka nisur një fshat publik kundër Bilal Kasamit, thonë Tetova po shitet. Ata kanë shpërndarë fletushka me titullin Dosja Kasami dhe mes tyre përmenden Saubermaher, qendra sportive, parkingu pranë Verës, ish deponia Tetovës, stadiumi i vjetër, parcela në fshatin Saraqinsi dhe prona e monopolit për cilën opozita pretendon se rreth 7000 metra katror janë dhënë për vetëm një herë. BDI akuzon se Tetova po vetërizohet pa kriter, ndërsa interesat private po mbizotrojnë mbi interesin publik. Anë tjetër vlen kundër përgjigjet se pikërisht strukturat e BDI-s janë ato që krijon modelin e shitjes së pronave publike. Po ju çfarë bëni? Dhe kaosi i pronave që përvitesh ka deformuar qytetin. Hajde, kritikeni ju tash ndonjë. Që 5 vite eksperti i shkencave ekonomike DRPR MR, si ka titullin Bilal Kasami, se në zhvillon një xhirologari. Dhe dini pse? Ti fshet drejt. Kjo përplasje politike mund të jenë pa një realitet shqetësues. Të dy kampet akuzojnë njëri tjetrin për njëjtat praktike. Pra, shitje të pronave publike. Ju keni shitur, ne keni shitur që aty ndërmjet delse të pas kanë vjet ata, pas kanë vjet ata. Marrëveshje të dëshimta dhe urbanizim klientelist. Ndërkohë Tetova vazhdon të mbetet pa hapësira të gjithëve, me infrastrukturë të mbinërkuar dhe me qytetarë që çdo ditë përballen me pasojat e modernizimit të pakontrolluar. Çfarë nuk dëgjosh? Në fund pyetja që shtrohet nga opinioni publik është e thjeshtë. Nëse të dia parë flasin për mafia urbane, kush do të mbajë përgjegjësi konkrete për atë që ka ndodhur me pronën publike të Tetovës gjatë dekadave të fundit? Unë do mbaj se Mesut Shabani. A unë? A ju? Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Por e dini se do të vlenit e kanë si punë dhe si detyrë. Nuk merren me ato të nuk gjenden në vend të tyre, po ti paraqiten ta zëm, ti paraqiten. Dhe disa jam tremur, po. Gjumi natën s'm ka zënë, merrni me mend. Kam ra në orën 9, jam zgjuar në orën 9 nesër të mëngjes. Telefon, këtu është Mesut Shabani te kafja përballë. Dhe erdha ai, zëvendës ministri. Jusuf, kisha sugjeru, si kryesues i Këshillit, të sillesh si ti, mos bëhesh këtu si megafon partije, edhe ta respektosh rregulloren, se sot se kemi kryetari, me prokuror shaj prezent ai dirigjon ty me gjeste prej vend. Me mund ai, me mundsu ligjin në vendin tonë të hypen agje ta ufetë seancë. Po hall që ligji s'ja mundson. Që lutem, respektoj rregulloren, mos lejo persona të hutin fjalë prej vend. Nëse dikush do të flasë diçka, le të kërkojë replik, le të daleve në foltaret i shohin në qytetarët kush janë këshilltarët e këtij qyteti. Jo vetëm prej vend, se pares përmendi Haxhuzallëk, ai këshilltari numër 1 atje përpara. Haxhuzallëku të foli shti prej vend. Prej vend të hudhish fjalësh Haxhuzallëk. Do me thonë, ju lutem edhe si koleg këshilltar, nëse dikush do të flasë diçka, le të kërkojë fjalë, Jusuf, mbaje rendin edhe ti ngjaje kjo Këshillit Komunës Tetovës, se nuk jena në pazar këtu. Faleminderit. Faleminderit Agron.
Besoj se kjo ka qenë vërejtja dhe në seancat e kalume, që këshilltarët mos folin për vend. Unë nuk do të hinë individualisht, po ju ishit prezent se ka këshilltarë cilët nuk e marrën guximin dalën folin fëltore dhe vazhdimisht veprojnë për atje. Thonë kjo ka qenë një kërkesë për çdo seancë që mos folet për vend, po të ndëgjohet kolegu dhe pastaj të merret fjala. Në rregull jemi me atë pjesë, ashtu duhet jese, mirë po ti e lejush edhe për çështjet të cilat janë jashtë pikave të rendit ditës dikush të flasë. A atë të njëjtën gjë e bën kryetari, më shumë për krejt këshilltarëve ti nuk guxosh që ndalish. Ti je ai që do të udhëheqësh seancën këtu. Kryetari është vetëm misafir në Këshillin e Komunës Tetovës. Nuk mund sillet si me qenë bosi i këshillit. Po pra, ky ishte vetëm këshilltar që po reagon hë për hë në atë që quhet Këshillin Komunal të Tetovës, cila është pjesa e saj që lexova unë deri tash. Por unë do vazhdoj edhe pak. Nëse të tarifja saltonte ndonjë rrugicë, e shtronte 3 cm. Kështu talleshte besa së kohë tash vleni. Në Tetov thoshin asfaltin e Tutës si letër cigare. Dhe a dini çfarë ndodh? Për Bilal Kasamin e tha Levica, dega në Tetov, hedh 4 cm asfalt. Pra, Tuta 3, ky 4. Ajo kujtohen kur dikur pleqt thushin një duhan karçak. Edhe ata me letër gazete e thushin. Vetëm pak më të trash, pra, përfundimi del. Nëse Tuta 3 cm, ta me letër karçaki, duhan karçaki, 4 cm. Po s'qen ka dallimi madh, si tha ajo Kaçanikasi. Me nuk prishet martesa për 1 cm. Njësoj, një lloj në të dy raste, nga letra mbështillet duani. Pra cigareja bëhet të ri në letër, tash ajo ishte letra e gazetës që lexohet apo e holl është çështë. Pustat e tova. Si nuk mbeti në rastin e parë dikush në Turqi, në rastin e dytë në Serbi, pra gazetarët apostrofuar, me një madhësi dhe menaxher fals. Mbase do kish shpëtuar qyteti, pa to nuk e dihet sa do kish shkuar Tetova. Çfarë nuk ka, pra. Jemi në hall, vërtet jemi në hall, s'di çfarë dosh. Dhe do kishton Maria fund nuk ka, dhe lëkë fund nuk ka. S'ka, vërtet s'ka, as brina ka, as fund nuk ka. Mickovski ka dalë dhe jep deklarata të djathtë të madhe. Zgjidhja për studentë që duan të japin provimin e studentëve në gjuhën shqipe duhet të mbi interesat partijake. Ja, ma e ka ta. Ja, pse të qenë ka kjo interes partijak që ti duhet ta zbutish zemrën? Zbatoja ligjin, është ligji dhe pikë. Zbatoja ligjin, është ligji dhe pikë. Dhe u mbajt një tubim në Kumanov, e përmendi edhe bullgari i shoqatës Fondacioni për Maqedoni. Dimitrievski përshëndeti tubimin e fuqishëm në Kumanov dhe gjon. Но и во Македонија и во целата диаспора да забележат значителен успех и да продолжат гордо и достоинствено да ја водат братска Србија, а ние секогаш како град како што бевме на минатите избори со највисок резултат за нивната партија и подршка на господинот Вучич, верувам дека тоа ќе го потврдиме и овој месец на 17-ти со вистинскиот избор. Да сте ми живи и здрави сите и да ни е жив. Po pra, pse nuk del të paktën një herë të përshëndet edhe shqiptarët Dimitrievski? Pse nuk del? Për kryetari komunës që thotë se janë Kumanov shqiptarët. Pse nuk del? Pra, për ndarjen e Kumanovës, faj ka sa është bota BDI, kur krijoha zgjedhjet dhe regionet. Tash, faj ka sa të duash vlen që nuk po kërkon rregullimin e regioneve. Nga ta marrësh, të dy anët nuk bën, nga ta marrësh. Dhe vetëm shpresë mbet këtyre ditëve në një parti të azëm, si mendu thashe që do të kthehet dhe do kthehet. Atash, në çfarë variante do kthehet dhe si do kthehet, unë nuk kam njëri, por diçka po lëviz për të mbarë. Për fund, nesër është, nuk duhet haruar protesta e madhe në Tiranë, në orën 17 në sheshën e Skënderbej, në mbështetje të studentëve shqiptarë në Mesimirit që kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre gjithësore dhe pastaj të nisen
në drejtim të ambasadës së Maqedonisë. Studentët shqiptarë nga Maqedonia nuk do mungojnë, disa kanë udhëtuar më herët sepse nuk investojnë sistemit elektronik të kufirit. Atë që e bërë me vëllezërit nga Kosova, studentët thanë do e bëjnë edhe me Maqedoninë. Do provojnë. A do ja dalin? Nuk e di. Pra edhe njerë, ambasadori shqiptar Denion Mejdani po e bën rolin e tyre, unë e them edhe publikisht qëndroj mos asaj. Ambasador më të keq se sa Arben Sheku Shqipëria nuk ka pasur. I keq ka bërë shumë dëme në Maqedoni. Dhe për atë spaku duhet ta thirr në përgjithësi, se nuk mund të krijon ambasadën për të bërë punët e veta dhe ai di se çfarë ka bërë. Di edhe Shishi, di edhe shumë kusht tjetër. Pra për fund ju përshëndes, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëmë.